Në Shqipëri punëtorët po protestojnë. Prej disa ditësh, në Spaç minatorët janë hedhur në grevë për të kërkuar rritje page dhe përmirësim të kushteve të punës. Në vend që qeveria të ndihmonte në negocimin midis minatorëve dhe sipërmarrësve turq, ka çuar policinë për të tërhequr zvarr minatorët. Nga ana tjetër, po sot punëtorët, naftëtarët e bankersit janë hedhur po ashtu në grevë. Dua të kujtoj se Bankersi është një nga kompanitë që përveç dëmeve që u ka bërë punëtorëve, ka vjedhur shtetin shqiptar dhe buxhetin e shtetit shqiptar përmes mos pagimit të taksave. Të drejtat e punëtorëve në Shqipëri shkelen me dy këmbët. A e dini pse? Sepse në krye të qeverisë kemi një njeri i cili urren punëtorët shqiptar dhe krenohet në përbot se në Shqipëri nuk ka sindikata. Po ashtu, Inspektorati i Punës është një nga institucionet më të korruptuara dhe më të paafta të Republikës së Shqipërisë, e drejtuar nga patronazhistë cilët kujdesen vetëm si të sigurojnë vota për partinë pushtet dhe jo të merren me të drejtat e punëtorëve ashtu siç u takojnë sipas ligjit. Unë kam një thirrje për të gjithë punëtorët, për minatorët, për naftarët, po edhe për të tjerët. E para njëherë lëvizjen bazë do ta keni në krah dhe solidare në çdo kërkesë dhe në çdo veprimtari, protestë apo grevë tuaj. E dyta, për të gjithë punëtorët, organizoni një orë më parë në sindikata të fuqishme, demokratike, të vërteta, që luftojnë për drejtat tuaja. Edhe njëherë, ne do të jemi me ju hap pas hapi, sepse ne besojmë fort tek të drejtat e punëtorëve dhe parimet e drejtësisë shoqërore.